Pra nëse me të vërtet është interesi qytetarëve në pyetje, nëse me të vërtet keni brengën që qytetarët duhet të mbështeten në këtë kohë, pra që është rënduar situata për shkak të luftës në gjirin persik, me rritjen e çmimeve, atëherë ju lus që ta mbështesni këtë pako. Të gjitha procedurat, pra edhe ju siç e dini, është një apo dy faqe rishikim me gjithë tabelën. Ne nuk është se ka diçka që po shpikim të re, ka ndodhur edhe më herët, kjo parashihet edhe me ligjin për financat publike, pra parashihet rishikim për organizata specifike buxhetore. Në këtë rast e kemi vetëm Ministrinë e Financave, që po rishikohet buxheti. Ka ndodhur edhe në vitin 2022 një gjë e tillë, pra nuk po ndodh për herë të parë. Prandaj edhe një herë ju lus, pra që ta mbështetni këtë pako që t'u dalim në ndihmë qytetarëve. U përmendën edhe zgjedhjet se gjaja qëllimi qenka që gjithçka të bëhet që të shkohet në zgjedhje. Në fakt pikërisht sot, kështu si jeni, të gjithë deputetët edhe mund t'i parandaloni zgjedhjet. Pra sot mëngjes besoj e keni pa lëvizjeve të vendosje ka dhënë një ofertë sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, që ju si opozit të vini me 3 emra, me 3 propozime dhe kjo çështje mund të zgjidhet sot. Pra fare s'ka nevojë as të diskutohet çështja e zgjedhjeve.